i siguroj qytetarët se për të zhurmës opozitare dhe disa mediave të ish regjimit dhe të oligarkëve që madje kanë shkuar aq lart sa që i kanë regjistruar biznesin në Serbi, Republika e Kosovës, atë dhe unë po ecën përpara në ekonomi e në demokraci, në rend me ligj e me siguri e paqe për gjithë. Në historikun tonë të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara, kur një qeveri e udhëhequr nga PDK, ndonse me kuvend të shpërndarë, një qeveri e udhëhequr nga AK, ndonse e dorëhequr, dhe një qeveri e udhëhequr nga LDK, ndonse shpallur si e jashtëligjshme, kanë qëndruar në detyrë deri në formimin e qeverisë së re. Por një qeveri e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, ndonse ka përmbushur mandatin e saj të rregullt 4 vjeçar, na u dashka të largohet nga zyrat e saj një orë e më parë. Si fitues të padiskutueshëm të zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, jemi shumë të interesuar që të ecim përpara drejt formimit të institucioneve të legjislaturës së 9 dhe atë sa më parë menjëherë. Si qeveri në detyrë jemi shumë të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm që të mos lejojmë vakum institucional, jo për një ditë, jo për një orë, por as për një minutë të vetme. Përkundër thirrjeve të papërgjegjshme opozitare dje për pezullim të shtetit, shteti funksionon. Prej arrestimit të kriminalëve serb, te digitalizimi i orkave fiskale, e te publikimi në Shkodër i projektit Hekurudës, Prishtinë, Durrës me 14 tunele, 43 ura, 7 stacione të reja dhe me gjatësi gati 106 kilometra. Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare, PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK, nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Krahas përmbushjes së mandatit të plot qeverisës, që na vë në një rol kujdestar, deri në formimin e qeverisë së re, unë në emër të kabinetit qeveritar, dje jam drejtuar Kuvendit Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dorëheqjen time nga posti ekzekutiv, veçse efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Më shumë se kaq nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Më shumë se kaq do të ishte braktisje e institucionit, do të ishte vakum institucional, papërgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie.